Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Për të luftuar dëmin e shkaktuar nga faktorë të tillë si ndotja, ekspozimi ndaj diellit apo dieta e varfër, industria kozmetike ka zhvilluar një gamë të gjerë produktesh për kujdesin e lëkurës, të cilat ndihmojnë për rigjenerimin dhe rinovimin e saj. Shumë nga këto produkte janë të shtrenjta, por për fat të mirë, ka disa alternativa që shërbejnë për të njëjtin qëllim pa shpenzuar shumë. Terapia e fytyrës e bërë nga akulli është një nga këto opsione natyrore që sa vjen dhe bëhet më popullore për shkak të efikasitetit të saj në tonifikimin dhe rinovimin e lëkurës ditë pas dite. Është një ilaç me origjinë lindore që është përhapur në mbar botën, duke u dhënë mundësi femrave të ruajnë freskinë e lëkurës pa investime të mëdha. Vetëm duke fërkuar akullin përgjatë vijave të fytyrës në mëngjes dhe në mbrëmje, ju do të zbutni, tonifikoni dhe do të parandaloni shfaqjen e rrudhave të parakoshme në fytyrën tuaj. Në përgjithësi, terapia e akullit për fytyrën është e përkryer për luftimin e purçave dhe për të eliminuar njollat që shfaqen në fytyrë, si rezultati i ekspozimit ndaj diellit dhe ndryshimeve hormonale, për të stimuluar qarkullimin e gjakut duke ndihmuar lëkurën për rinovim. Freskon dhe tonifikon fytyrën tuaj për efekte anësore. Parandalon dhe lufton shfaqjen e rrudhave të parakoshme. Mbyll poret e zmadhuara dhe parandalon pikat e zeza. Si dhe ul ëndjen e syve dhe lufton rrafët e errët. Për të aplikuar këtë trajtim çdo ditë, ju duhet të ndiqni disa hapa. Para se të filloni me trajtimin, është e rëndësishme që të pastroni tërësisht lëkurën e fytyrës. Akulli duhet të mbështillet me një pulhur pambuku ose një copë lecke. Është elbësore që të mos harroni, pasi nuk duhet të aplikoni direkt në lëkurë. E kaloni leckën në zona të ndryshme të visave, duke e mbajtur atë në çdo zonë për 1 apo 2 minuta. Është e këshillueshme që të bëni lëvizje rrethore me kubin e akullit përgjatë nofullos dhe mjekrës, ballit, faqeve dhe hundës. Tek zona syve, duhet të jeni më të kujdesshëm. Radikalet e lira, rrezet ultraviollës të diellit dhe shumë faktorë të tjerë të pashmangshëm e dëmtojnë çdo ditë lëkurën. Për të riparuar këto probleme, industria kozmetike ka krijuar mijëra produkte bukurie që ushqejnë lëkurën dhe në të njëjtën kohë e mbrojnë atë. Megjithatë, për ata që ndihen më të sigurt në përdorimin e produkteve natyrore, është e rëndësishme të theksohet se ka disa alternativa ekologjikisht miqësore që mund të përpunohen me receta të thjeshta dhe të merret produkt veçanërisht efektiv dhe me kosto të ulët. Në këtë aspekt, do të vijë një recetë shumë e veçantë e bukurisë, vetit antioksidante të cilit ndihmojnë për të parandaluar plakjen e parakoshme dhe në të njëjtën kohë të zvogëloj praninë e rrudhave, djegjeve dhe shenjave. Është toniku antioksidant me ufullmolle dhe çaj jeshil. Ju mund ta përgatisni atë në shtëpi, duke përdorur pikërisht përbërësit si uthulla e mollës dhe çaj jeshil. Ky tonik ka veprim gryes që mund të jetë i dobishëm për ta mbajtur fytyrën të lirë nga të metat. Konkretisht, përdorimi i përditshëm i kësaj recete natyrore mund të sigurojë përfitime për kujdesin e lëkurës. Ky tonik është i përkryer për njerëzit me lëkurë të prirur për inflamacione dhe për njolla. Mbështetet në një efekt që mund të veprojë në mënyrë efektive për të tonifikuar lëkurën, duke e bërë atë të duket disa vjet më re. Antioksidantët në këtë tonik stimulojnë qarkullimin e gjakut, duke ndihmuar për të riparuar njollat në lëkurë dhe uljen e dukshmërisë së tyre. Ky tonik i pasur në ushqyes dhe agent riparimi është shumë i mirë për trajtimin e djegjeve nga dielli dhe në përshpejtimin e shërimit të tyre. Përgatitja e këtij toniku natyral antioksidant është me të vërtetë shumë i thjeshtë dhe nuk kërkon ndonjë investim të madh financiar. Përbërësit e përdorur janë shumë të zakonshëm. Ujë, 3 lugë uthullmolle organike, 2 qese çaj jeshil, si dhe 3 pika vaj esencial kamomili. Për ta përdorur, së pari, pastroni fytyrën tuaj tërësisht për të hequr të gjitha gjurmët e kozmetikës. Më pas, përhapeni përzierjen duke përdorur pak pambuk dhe lëreni derisa lëkura ta ketë absorbuar. Edhe nuk ka nevojë për shpërlarje.
Përsëriteni aplikimin çdo natë para se të flini. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.